Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela në Prishtinë kanë realizuar takim me kongresmenin Keith Self. Ata thonë se me kryetarin e Nënkomisionit për Europën në Kongresin Amerikan kanë shprehur shqetësim për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe parimin e padenterit. Kongresmenit amerikan shpreha shqetësimin tonë dhe seriozitetin e tendencave për të goditur përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, si dhe shpalosa pikpamjet tona për këtë temë. Në këtë linje njoftova atë me qëndrimin tonë për vendosjen e parimit të padenterit në gjykatën kushtetuese si një mekanizëm për mbrojtjen dhe majorizimin e një institucion të rëndësishëm që kohëve të fundit është kthyer në burim krize dhe tensionesh ndëretnike. Ndava shqetësimin për gjyqësinë që funksionon në bazë të emrit dhe mbiemrit që ke dhe jo sipas veprës që ke bërë duke sjellë në vëmendje rastin Alfa, 18 vite burg pa faj për Agim Islamin dhe tashmë të ndjerin Rexhail Qerimi dhe duke hequr paralele me lirimin nga burgut të dënuarve për terrorizëm me rastin e 27 prillit. Në takim diskutova edhe për goditjet e vazhdueshme nga ana e qeverisë dhe institucionet e tjera ndaj të drejtave të shqiptarëve që burojnë nga marrëveshja e Ohrit, ka shkruar Sela. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti, ndërka që ka njoftuar kongresmenin amerikan Self për sfidat në lidhje me respektimin e marrëveshjes së Ohrit si garanci për paqen dhe stabilitetin në vend. Diskutuan për zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut, për sfidat që lidhen me ruajtjen e karakterit multietnik të shtetit dhe për nevojën e respektimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit si garanci e paqes, stabilitetit dhe orientimit euroatlantik në vend. Shpreha mirënjohjen për rolin historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërtimin e paqes dhe demokracisë në vendin tonë, si dhe për interesimin e vazhdueshëm amerikan për stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit, ka shkruar Ali Ahmeti. Takimi i Ali Ahmetit dhe Ziadin Selës me kongresmenin amerikan Keith Self në Prishtinë shihet nga mediat dhe opinioni shqiptar në Maqedoninë e Veriut si një përpjekje për ta ndërkombëtarizuar çështjen e të drejtave të shqiptarëve dhe shqetësimet për zhvillimet politike në vend. Në fokus të diskutimeve mbeten përdorimi i gjuhës shqipe, respektimi i marrëveshjes së Ohrit, mekanizmi i padenterit dhe raportet ndëretnike. Një pjesë e mediave dhe komentuesve e konsiderojnë si një alarm serioz për, sipas tyre, dobësimin gradual të pozitës së shqiptarëve në institucionet shtetërore dhe rritjen e tensioneve politike. Ndërsa një pjesë tjetër e opinionit mbetet skeptike ndaj sinqeritetit të partive shqiptare, duke kujtuar rivalitetin e mëhershëm mes Ahmetit dhe Selës dhe duke i parë këto takime si një lëvizje politike për konsolidim të elektoratit shqiptar. Por çështja e barazisë etnike dhe zbatimit të marrëveshjes së Ohrit vazhdon të mbetet temë ndjeshme në Maqedoninë e Veriut, ndërsa përfshirja dhe interesimi amerikan shihen si një faktor i rëndësishëm për ruajtjen e stabilitetit politik dhe ndëretnik në vend.